të këndis. Pyetja tjetër thot kështu: a mund të jepet i gjithë mishi i kurbanit për bamirësi apo duhet ta mbajmë edhe për vete? Sunet, traditë e pejgamberit është që dahet në 3 pjesë. Një pjesë e kurbanit mishit dahet për familje, për vetveten. Një pjesë dahet për të afërmit, vëllezër, kushëri, dahet të çakit të afërmit. Dhe pjesa tjetër për skamnorë. Kjo është sunet, traditë e pejgamberit. Që për çka? Që ngrënia e mishit të kurbanit ka thënë është falje mëkatësh, është përblim tek Zoti xhaleshanu. Po që për shembull nuk dëshiron për shkaqe të ndryshme, edhe ç'kep krejt, domethënë nuk prifoj. Po dëshiron atë të tërë, nuk po siç është rasti, po dëgjojmë tash një që nuk është dashur ta dëgjojmë, që jolla nuk po han kurbanë, po ka ku mjashkim, lejo të tërë me hongër vetë. Dhe më thënë shkepja, shpërndarja, është synet, është traditë, kjo 3 pjesë. Po nuk po ke mundësi, dhe më thënë, asë me hongër, po me dhonë këtë, e jep krejt. Po nuk po ki kuna me adhonë, mundësh edhe me hongër këtë vetë. Dhe më thënë, shpërndarja 3 pjesë, është për synetet, traditë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse nuk lejohet që kafsha të ketë mangësia? Është kjo pjesë e shpirtit të sakrificës? Po, na ka mësuar pejgamberi alayhis salam dhe vet ai që ka bërë therrën, që kur ajo kafsh që dënë të therësh në emër të Zotit të jetë një kafsh e shëndosh, të mos ketë meta, që të tregon fisnikrin, që ti ke ndaj Zotit xhaleshanu. Jo dhe më thënë të vetëm hajtë të marrë qëka për shkak të çmimit, apo për rrethana të ndryshme, sa për me të kryerve. Jo, ti du të tregosh fisnikrin tënde, shpirtin tënd, bujar që ke, që dënë t'ja realizosh një obligim që ke ndaj Zotit xhaleshanu. Prandaj edhe këto janë ato parime të cilat na ka mësuar pejgamberi që kafshi që don ti me thirr të jetë një kafsh e mirë, e shëndosh, që ata që dëshiron më të mirën për vete jep edhe për Zotin xhaleshanu. A është më mirë të ndihmosh dikë financiarisht apo të prish kurban? Ai cili prej kurban, s'ka dyshim se edhe ndihmon financiarisht, por nuk bën në emër të kurbanit të jepet dikujt. Për arsye se kem obligim me prej kurban. Nuk e zaventson prerja e kurbanit, sadakaja, çfarë do që mund të jepësh. Po një e di shumë mirë që ta them. Ai cili prej kurban, që kryen obligim ndaj Zotit, e ka obligim edhe të ndihmoj të tjerat. Pra nuk zaventsohet dhënia sadakat me kurbanin, po prej kurbanit, po edhe ndihmon të tjerat.